E kuptova. Grafika numër 8, partia më e përshtatshme për qeverisur vendin Qarku Tiranë, krahasimore edhe në rastin konkret, është e lodhshme që të thuash vetëm shifra, po më duhet që ta bëj një përmbledhje. Partia Socialiste Edi Rama 42.4% në shkurt, 42.3% në mars, 41.8% në prill. Pra kemi një rënje përsa i përket të dhënave të prillit. Koalicioni i Partisë Demokratike, zoti Berisha 23.6% në shkurt, 21% në mars dhe 24.3% në prill. Pra kemi një rritje përsa i përket prillit të koalicionit të zotit Berisha dhe Partisë Demokratike. Ndërkohë, zoti Sheaj, partia më e përshtatshme për qeverisur vendin pra për Qarkun e Tiranës, në shkurt ka pasur 5%, në mars 7% dhe në prill 9.1%. Një tjetër rritje përsa i përket Partisë Mundësia dhe Agron Sheaj në muajin prill, pra vetëm pak ditë përpara se të përfundoj fushata edhe të zhvillohen zgjedhjet e përgjithshme. Adriatik Lapaj, përsa i përket Qarkut të Tiranës, në shkurt ka marrë 6.5% si partia më e përshtatshme për qeverisur vendin, në mars 7.6%, në prill 6.4%. Arlind Qori 3.1% në shkurt, 3.7% në mars, 3.6% në prill tjetër, 2.7% në shkurt, 2.5% në mars, 3.3% në prill. Shikojmë pra një rritje të zotit Berisha në prill me 24.3% dhe zotit Sheaj me 9.1%, ndërkohë pjesa tjetër duket se ka rënje. Një koment, zoti Baçi? Shko, kjo tregon që Tirana vendos për shumë gjëra, por nuk vendos për gjithçka. Tirana është shumë e rëndësishme për të parë dhe këtu në Tiranë do bëhet betejë, por fatkeqësisht këto liderët e rinj duhet të shikonin edhe në qarqe të tjera ku vota për të kaluar pragun, për të marrë një deputet është edhe më e vështirë se në Tiranë. Vërtet Tirana do vendos, domethënë se cilat nga këto forca të reja do ketë vota në mbështetje dhe deputet, por pa parë një hartë të tërë të 12 qarqeve ku këta mund ta tejkalojnë këtë prag për të përfaqësuar në kuvend, nuk themi dot se sa do të arrijnë dot të zhvendosin PS nga një mazhorancë apo të PD nga një mazhorancë, se të bëhen ata kingmakeri, domethënë forca e rëndësishme që nga kush do varet ai që do ndërtojë qeverinë e ardhshme. Ka shumë dhëna interesante. Pak në sondazhet po i afrohen këtyre pikpyetjeve të mëdha që kanë qytetarë që kanë treguar, domethënë një lloj refuzimi ndaj politikës të bullizuese, refuzim ndaj politikës konfliktuese, po shkojnë drejt një mendimi, pra me sa shihet nga sondazhet, po shqyrtojnë ofertat e tjera, por kjo do varet prapë thash nga këmbgulja që do vazhdojnë të kenë ta edhe këto ditë të fundit, që mos bien pre e provokimeve nga Rama apo nga Berisha, por do të shikojnë se si do të arrijnë të imponohen, domethënë që të marrin atë votë që duhet marrin. E reja e gjithë këtyre sondazheve është që ka rënë entuziazmi i Rama, që thoshte dikur do kemi 100 deputet, pastaj 90, pastaj 85, domethënë tani po flet për një numër mandatesh që të krijojë një mazhorancë normale, pra të kalojë 70-ën. Por nuk është pritur nga krahu tjetër, domethënë një drejt për drejt nga sondazhet, sepse gjithsesi po flasim për sondazhin në Shqipëri që nuk është se kanë atë dëshmërinë botërore, pavarësisht vërtetave që mund të kenë. Dhe them që Berisha pavarësisht së rritjes, nuk ka shkuar te pika që ta kërcënoi në pika barazhin që vazhdon te Rama. Po pse kemi këtë rritje të zotit Berisha? Sepse ka folur për programin, ndërsa Rama s'ka folur asgjë për programin. Ai ka bërë ofertë, ka folur gjëra konkrete, domethënë ekonomia, pensioni, pollat, kurse Rama flet domethënë Qyriku, Bataku, Çuçari, video, domethënë gjëra të cilat nuk kanë lidhje me jetën e qytetarëve. E kuptova. Rritja e zotit Sheaj 9.1% në prill? Është këmbgulja e zotit Sheaj për të treguar që ka një program konkret, domethënë dhe duke qenë se ka pas një background të qenurit një investitor serioz, domethënë që nuk është akuzuar për korrupsion apo për asgjë tjetër, dhe po tenton pikërisht shfaqjet, domethënë shfaqjet me video familjare, shfaqjet me fëmijët dhe gruan, shfaqjet me njerëz të rinj që nuk akuzohen për asgjë, kështu që në këtë lloj pike mendoj që kjo ka qenë ajo që e ka ngritur Shehaj, domethënë në këtë lloj kohe që po e shikojmë edhe mënyrën se si po bën fushat. Qartë. Jemi tek grafiku i fundit, grafiku numër 10. Zoti Baçi,
sërish kemi rënje